Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shpëtimi. Një djalë i ri, ose xhamati i vjetër, është avokat me profesion. Kur erdhën imam në këtë xhami në vitin 2004, e gjeta si xhamat në xhami i ri, me flokë të gjata, po ambicioz, çdo ditë pas namazit ka gjysore ndalë këtë dera duke më bën pyetje të ndryshme. E tash, ndoshta në këtë ditë Ramazanit, pak të bëjmë një bisedë të shkurt, si e ka pa veten atëherë dhe si e shet tash gjatë kësaj periudhe, të themi 20 veçare. Assalamu alaikum, falëndërimi takon vetëm Allahut, atë falenderojmë dhe prej tij ndihmë kërkojmë. Faleminderit Hoxha, Allahu shpërbleft. Në kohën kur fillumna me fal namazin si tri dhe ta frekuentojmë xhamien, ishte periudha diku afërsisht para 21 apo 22 viteve, edhe në atë kohë ti sapo kishe mbaruar studimet në Medinën e ndriçuar, Rasulullahit alayhis salam, edhe u takum me ty hera e parë, ti në atë kohë ishe diku parafërsisht 27 vjeçar. Nëse e mbaj mend, se dallimi mes meje dhe mes teje në moshë është 10 vite parafërsisht, edhe atë takim nuk e harroj, ka qenë një takim shumë i mirë, shumë pozitiv, edhe na mirëprite, edhe pse ishe i ri, kishe dëshirë që me trit ta fillojsh edhe të takohesh, edhe pastaj me kalimin e kohës diku xhamati i të rinjve në këtë xhami u shtu dhe arriti numri diku rreth 53 që ishim xhamati rregull në këtë xhami. Me kalimin e kohës fillum edhe me mësu librin e Allahut, Kur'anin, dhe ndonjëherë ne dilnim edhe imam në atë kohë, dhe pastaj fillum aktivitete të ndryshme në kuadër të kësaj xhamie. Dhe ne si të ri kishim edhe një shoqat që ishim këtu me klasën poshtë, edhe fillum me Hoxhën, me ty Hoxha dhe me shumë hoxhallar të tjerë, disa aktivitete të mira të hajrit për shoqërinë, dhe me kalimin e kohës këto aktivitete u bën shumë të rëndësishme, kishe një efekt shumë pozitiv tek të rinjt, sepse në këto aktivitete, përveç që ne u takoshim si të rinj, dhe me hoxhallarët e fshatit tonë, ne bënim edhe shpërndarje të ndihmave humanitare, ishim si shoqata e parë në kuadër të xhamisë në komunë, edhe në vazhdën e këtyre aktiviteteve kishim edhe kurse në kuadër të klasës në xhami, të ndryshme për të rinjt, edhe organizuam me lejen e Hoxhës, me lejen tonë dhe me lejen e Këshillit të xhamisë, për herë të parë më duket se ishte Ramazani i vitit 2007, taravijet apo namazin e natës këtu me xhamat në xhami, edhe për këtë ishmi të parët që organizuam në komunën tonë Plikovës, e të them me krenari, falënderimi takon Allahut. Pastaj ndodhi që me kohë, sot ku jemi këtu në këtë xhami, ata të rinj të cilët ishin me numrin e madh, për shkak se shumica kanë dalë në gurbet, pak normalisht se ka rënë numri i të rinjve, por ne që jemi këtu po vazhdojmë me qenë në xhamat, edhe po vazhdojmë me qenë kontribues bashkë me hoxhallarët, bashkë me Hoxhën në këtë xhami. Shpëtimi është rreth nga familja intelektuale, nga prindërit intelektual, të gjithë janë të njohur, sidomos baba i tij, po edhe kjo është një ndër intelektualet e këtë generatës së re me të cilat na krenohemi si fshat. Kena jo vetëm shpëtimin, por edhe disa të tjerë të cilët janë kësaj kategorie. Ai mundohet gjithmonë të jetë në shërbimin e popullatës, në shërbimin e xhamisë, në shërbimin e hoxhallarëve këto në Mateq. Allahu e shpërblet për këtë kontribut.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات Allah është shpërblet, keshim hoxhën e nduar Emre Azizin dhe Ekzon Ibrahimin, Zoti ju shpërblet.